Të dashur miq, mirë se vini në këtë hapësirë të veçantë ku do të flasim për diçka që mund të ndryshojë plotësisht rrjedhën e jetës suaj financiare. Imagjinoni për një moment, çdo mëngjes zgjoheni me një ndjesi të thellë qetësie dhe sigurie, sepse e dini bollku po vjen drejt jush. Jo me luftë, jo me ankth, por natyrshëm, si një lumë që rrjedh drejt detit. Sot do t'ju zbuloj një metodë të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fuqishme, të frymëzuar nga urtësia antike lindore, veçanërisht traditat budiste, taoiste dhe numerologjia e lashtë kineze. Kjo metodë nuk është magji e zezë apo iluzion. Është një praktikë që kombinon simbolikën e fuqishme të numrave, energjinë e trupit dhe riprogramimin e nëndjes. Ideja kryesore? Shkrimi i vetëm 3 numrave, 8, 3 dhe 7, në pëllëmbën e dorës së majtë. Do të zhytemi thellë në çdo detaj, pse funksionon, çfarë simbolizojnë numrat, si ta bëni ritualin në mënyrën më të fuqishme, çfarë ndodh në tru dhe në shpirt kur e bëni, dhe pse 21 ditë konsistence mund të krijojnë një ndryshim të përhershëm. Nëse jeni gati të hapni portën e prosperitetit, uluni rehat, merrni një frymë të thellë, miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sone. Dhe le të fillojmë. 1. Pse pikërisht dora e majtë? Le të fillojmë me pyetjen më themelore. Pse dora e majtë dhe jo e djathta? Në shumicën e traditave shpirtërore të botës, dora e majtë konsiderohet si dora marrëse, porta e energjisë hyrëse. Dora e djathta është dora që jep, që vepron, që manifeston në botën fizike. Por për të marrë, duhet të hapësh diçka brenda vetes. Në traditat lindore, sidomos në taoizëm dhe në disa shkolla budiste, ana e majtë e trupit lidhet me energjinë yin, energji femërore, receptuese, hënore, intuitive. Është ana që lidhet me nëndjen, me rrjedhën natyrale të jetës, me pranimin pa rezistencë. Mendoni për një moment, kur doni të merrni diçka me dorë, qoftë një dhuratë, qoftë energji, cili dorë e zgjatni instinktivisht? Shumica e njerëzve zgjasin dorën e majtë kur duan të marrin diçka të butë, të shenjtë ose energjike. Në praktikat e Reiki, në healing energjetik, në meditim tantrik, dora e majtë është ajo që thith pranan, qin, energjinë universale. Kur shkruani numrat në pëllëmbën e majtë, ju praktikisht po i thoni universit, unë jam gati të marr. Jam i hapur. Jam magnet për bollët. Është si të hapësh një derë të fshehur në zemrën tënde. Çdo herë që e bën këtë, po forcon atë kanal marrjeje. Dhe kur kanali është i hapur, prosperiteti nuk ka nevojë të trokas, ai thjesht hyn brenda. 2. Kuptimi i thellë i 3 numrave. Tani le të zhytemi në zemrën e ritualit, numrat 8, 3 dhe 7. Çdo numër është si një çelës që hap një dimension të caktuar të energjisë financiare dhe shpirtërore. Numri 8, bollku i pafund. Numri 8 është forma e pafundësisë. Nëse e ktheni horizontalisht, bëhet simboli i rrjedhës së përjetshme, pa fillim e pa fund. Në kulturën kineze, 8 është numri më i lumtur. Fjala mbar 8 tingëllon pothuajse identike me faq që do të thotë pasuri, prosperitet, të bëhesh i pasur. Prandaj njerëzit paguajnë mijëra dollar vetëm për të pasur numra telefoni ose targash plot me 8. Olimpiada e Pekinit filloi më 8208 në orën 8:08, sepse kjo datë ishte e mbushur me energji bollku. Në budizëm dhe numerologji lindore, 8 përfaqëson rrotën e dharmas me 8 fole, rrugën e ekuilibruar drejt iluminimit, por edhe drejt prosperitetit material kur është në harmoni me shpirtin. Kur e shkruani 8 në dorën tuaj, po i thoni mendjes, bollku im është i pafund. Nuk ka kufi. Atje ku unë shija mungesë, tani shoh mundësi të pafundme. Numri 3, harmonia e plotë. Numri 3 është numri i trilogjisë së shenjtë, mendje, trup, shpirt. Në shumicën e traditave, qoftë budiste, krishtere, hindu ose egjiptiane, 3 është numri i unitetit. Është momenti kur 2 gjëra kundërshtare, yin dhe yang, krijojnë diçka të tretë, harmoni. Në budizëm, ka 3 thesare, Buddha, Dharma, Sangha. Trupi, fjala dhe mendja. E kaluara, e tashmja, e ardhmja.
Kur e shkruani 3N, po aktivizoni ekuilibrin. Financat tuaja nuk do të jenë më vetëm para në bank, ato do të jenë në harmoni me shëndetin tuaj, me marrëdhëniet, me paqen e brendshme. Sepse bollku i vërtet është ai që nuk të bën të sakrifikosh shpirtin përpara. Numri 7, rinovimi dhe cikli i ri. Numri 7 është numri i përfundimit të një cikli dhe lindjes së një të riu. Në budizëm, kur Buda lindi, ai bëri 7 hapa dhe në çdo hap lulëzuan zambak ujë. Pas iluminimit, ai meditoi për 7 ditë. Ka 7 faktorë të iluminimit. 7 javë pas lindjes së Budas, nëna e tij vdiq, duke simbolizuar fundin e një cikli dhe kalimin në një tjetër. Në shumë tradita, 7 lidhet me ciklet natyrore, 7 ditë të javës, 7 planet të lashtë, 7 çakrat kryesore. Është numri që thotë, mjaft me modelet e vjetra. Koha për të thyer barrierat, për të lënë pas frikën, borxhet emocionale, besimet kufizuese. Kur e shkruani 7N, po jepni leje vetes të mbyllni kapitullin e varfërisë së brendshme dhe të hapni një kapitull të ri të bollkut. 3. Hapat e ritualit, udhëzues i detajuar. Tani do t'ju udhëzoj hap pas hapi si ta bëni ritualin në mënyrën më të fuqishme. Koha ideale, me njëherë pas zgjimit, kur truri është ende në gjendjen theta, gjendja më receptive për programim të ri. Mos flisni me askënd para se ta bëni. Qëndroni në shtrat ose uluni në një vend të qetë. Mjetet, një laps me ngjyrë të artë, të verdhë ose jeshile të errët. Këto ngjyra vibrojnë me frekuencën e pasurisë dhe bollkut. Veprimi, merrni frymë thellë 3 herë. Shikoni pëllëmbën e dorës së majtë. Imagjinoni se është një fletë e pastër ku po shkruani fatin tuaj të ri. Shkruani ngadalë me vetdije, së paritet, ndjeni pafundësinë. Pastaj 3, ndjeni harmoninë që po hyn në të gjithë qenien tuaj. Më në fund 7, ndjeni se po mbyllni derën e së vjetës. Shkruajini numrat njëri pas tjetrit ose në formë trekëndëshi, si ju vjen më intuitiv. Pohimet, afirmimet. Përsëritini me zë të lartë ose në mendje, bollku rrjedh drejt meje lehtësisht dhe pa mundim. Unë jam magnet i fuqishëm për prosperitet financiar. Mendja, trupi dhe shpirti im janë në harmoni të plot me pasurinë. Po lë pas çdo model të vjetër varfërie. Po hy në një cikël të ri bollku. Gestikulacioni i fuqishëm, pasi i shkruani numrat, mbylleni dorën ngadalë, sikur po mbani një top të artë energjie. Vendoseni dorën e mbyllur mbi zemër për 30-60 sekonda. Ndjeni ngrohtësinë, ndjeni falënderimin sikur bollku tashmë ka ardhur, lëreni numrat aty gjatë gjithë ditës, ose sa të zgjasin. Mos i fshini me forcë, lërini të zhduken natyrshëm. 4. Shpjegimi psikologjik, çfarë ndodh në tru. Ky ritual nuk është vetëm magjik, është një teknikë e avancuar e riprogramimit neurologjik. Kur shkruani me dorë, aktivizoni zonat motorike dhe vizuale të trurit. Kur flisni pohimet, aktivizoni zonën e gjuhës. Kur imagjinoni dhe ndjeni emocione, aktivizoni sistemin limbik, qendra e emocioneve. Kjo kombinim krijon lidhje të reja neurale, rrugë të reja në tru që lidhin idenë e unë me idenë e bollkut. Sa më shumë e përsërisni, aq më automatike bëhet. Pas disa javësh, mendja juaj fillon të shohë mundësi aty ku më parë shite pengesa. Ju bëheni më kreativ, më të guximshëm, më tërheqës për mundësi financiare. Nëndja juaj punon 24 orë për t'ju çuar drejt prosperitetit. 5. Konsistenca, fuqia e 21 ditëve. Neuroshkenca popullore thotë se 21 ditë janë të mjaftueshme për të krijuar një zakon të ri bazik dhe për të filluar ndryshimin e rrugëve neurale. Edhe pse studimet tregojnë se zakonet e thella mund të kërkojnë mesatarisht 66 ditë, 21 ditët e para janë si derhyrëse në momenti kur ndryshimi fillon të ndihet real. Bëjeni çdo ditë për 21 ditë rresht. Edhe nëse një ditë harroni, mos u dorëzoni, rifilloni. Konsistenca është çelësi. Përfundim, mesazhi final. Të dashur miq, bollku nuk është diçka që e ndiqni jashtë. Bollku është diçka që bëhesh.
duke ndryshuar mentalitetin, duke hapur dorën e majtë, duke aktivizuar simbolet e lashta 8, 3, 7, ju po ndryshoni vetë fushën tuaj energjetike. Ju po bëheni një magnet natyral për pasuri, mundësi dhe lumturi financiare. Filloni sot. Mos prisni momentin e përsosur. Momenti i përsosur është ky tani. Nëse ky ritual ju preku, bëjeni sot dhe më pas më tregoni në komente se çfarë ndryshimesh po shihni pas 7 ditësh, pas 21 ditësh. Unë jam këtu me ju në këtë udhëtim. Ju jeni të bekuar. Ju jeni të bollshëm. Ju jeni gati, faleminderit që ishit këtu. Ne shihemi në videon tjetër. Paqja dhe bollëku qofshin me ju.